unë do të bashkëbisedoj me Jonida Qirkon, që ka parë nga afër e të kuptojmë gjithë së bashku se si vjen pra Saranda për gjithë ne që presim një numër të lartë të turistëve. Jonida, të përshëndes. Ju përshëndes, Said. Në fakt, që prej nisjes së këtij muaji, qyteti i Sarandës ka nisur edhe të popullohet më të shumtë nga turistë, të cilët janë të komësive të ndryshme. Janë fundjavët ato në fakt që popullojnë më të shumtë i qytetit dhe jo ditët e javës. Janë turistë amerikanë, turistë italianë, që vazhdojnë të mbeten tradicionale për zgjedhje të Shqipërisë dhe kryesisht të jugut të Shqipërisë për të kaluar disa momente pushimi. Dhe turistë gjithashtu grek që vijojnë të vizitojnë qytetin e Sarandës, por edhe më pas ndalen edhe në qytetin e Gjirokastrit. Pra ndjekin një tur gati 2 apo 3 ditor. Në bazë të asaj që neve kemi parë vetë, në fakt janë turistë të cilët vijojnë më të shumti të pushojnë për disa ditë, jo për disa javë që ka ndodhur më përpara, siç ishte tradicionalisht me gati një javë pushime apo 14 ditë pushime që ndodhte shpërçer, ndoshta kjo mund t'i takojë edhe muajve në vijim, kam vetëm për të parë, ndoshta është periudha e korrikut apo gustit ku leksiohen edhe nga pjesa e turëve të tyre, apo ndoshta edhe për shkak të motit, të cilat mund të kenë ndikuar në këto statistika. Megjithatë, të krahasuar me vitet e mëparshme, Saranda duke sikur ka pasur një ulje të rrugës të turistëve. Dhe kjo vi here edhe shumë qartë, qoftë në pjesën akomoduese, qoftë në pjesën lokale, të cilët ankohen dhe thonë që nuk janë në pritshmëritë e dukura dhe sigurisht këto sheshe të cilat mbeten më pak të populluara. Megjithatë, gjithçka ndryshon në fundjavë, aty ku edhe për shkak të aktiviteteve që zhvillohen në qytetin drejtar, ka më të shumti aktivitete dhe më shumë popularitet nga ana e përzgjedhjes së turistëve në bërjen e plazheve. Fakti mirë është që kanë edhe plazhe publike dhe ku nuk duhet të paguajnë më shumë e shtrenjta të cilët më përpara sigurisht turistët ishin të ekspozuar. Pastaj ka nga ata që zgjedhin resortet, varet në vajzë të vetë turistëve që zgjedhin qytetin drejtar. Megjithatë, për sa i përket çmimeve, është gjithashtu një tjetër gjë të paktën për këtë sezon fitimtruese, sepse ka pasur çmime konstante, nuk kanë pësuar një ngritje krahasuar me vitet e mëparshme. Dhe nëse do ta merrnim qoftë në krahasim me qytetin e Gjirokastrës apo me qarkun e Gjirokastrës, janë pothuajse të njëjtat çmime. Që do të thotë që kjo mund të jetë një nisje mirë për gjithë ata që duan të zgjedhin qytetin drejtar për të pusuar për disa momente. Nga ana tjetër, turistët kanë vlerësuar edhe plazhet e pastra. Pra, plazhet e pastra, çmimet ekonomike, mënyrën e cilësisë kanë thënë ata, janë për të vlerësuar dhe për të mikpritjen që bëjnë stadiotët lidhur me këtë turizëm. Interesante në fakt, Jonida parë në këtë këndvështrim, edhe pse atje kemi problematika pafund dhe rastet kanë qenë deri në aksidente fatale, nuk e di nëse ke arritur të konstatosh ose të marrësh një informacion se si po e menaxhojnë vijën bregdetare me mjetet ujore që po na marrin jetë njerëzish. Ka ndonjë alarm atje, ndërkohë pas krahëve të mi shfaqen ato anije të mëdha që janë tipike atje, vendosura në port për të shkuar dhe për të vizituar këto gjiret edhe ato zonat fantastike. Janë interesante. Por prap do të këmbgul tek ajo që ka të bëjë pra me motorët e ujit, me vijën bregdetare, kanë marrë në një mas? Pak deri më tani, Julia duke do të pasë në pjesën e Sarandës, duke e monitoruar në mënyrë, ndoshta edhe për shkak të mos fillimit të ende të një sezoni intensiv. Megjithatë, ka patur dhe është më vura re pak në disa plazhe, është e prania e rojeve bregdetare. Gjithsesi në fakt ne kemi pasur problematikë shumë të sektuar për gjatë viteve të mëparshme. Dhe ndoshta kjo mund të jetë një gjë e mirë për zjarrin e ndryshme dhe pushtuesve. Ndërsa Saranda vjen të bëhet problem jo vetëm në pjesën e ujrave, por gjithashtu edhe në ndotjen apo parkimet. Ky është një problem disa vjeçar që faktikisht edhe për këtë sezon turistik do të vijojë të shoqërojë banorët e Sarandës, por edhe turistët, të cilët e kanë të pamundur për të parkuar mjetet e tyre, mungojnë të hapësira apo duhet të shkojnë për të parkuar shumë larg nga zona ku ata duan të frekuentojnë, edhe pastaj të bëjnë ndetje dhe ekspozitave televizionale të cilat janë të shpërndara të dorë e Sarandës, se kjo ndoshta do të ishte parë më të mirë nga ana e Bashkisë së Sarandës për të rregulluar të paktën për këtë sezon mos të kishim
ato mbetje, ato kosha të papastruar dhe imazhi që një Saran që këtë aq i bukur të dëmtohet dhe të mbulohet nga personat. Por më problematike se pjesa e Saranës vetet familje, aty kur pak ka dhe gjithë popularitetin dhe fluksin më të madh të pushuesve që do të vinë jo vetëm nga vendet nga qytetet të ndryshme të Shqipërisë, por edhe nga gjitha vendet e bllokës. Aty është e përshëndruar më së shumti edhe pjesa e turizmit, por edhe pjesa më problematike, qoftë me aksidente që kanë ndodhur ujore, por qoftë edhe me pjesën e qarkullimit, me bllokimet e trafikut e shumë që ka në këtë zonë, por edhe pjesa vestare e mbeturinave, mbetjeve, e ujrave të që ndodhin këtë perë të jugut, pra një sër problematika të cilat vijojnë që vetëm aktive, por kryesisht në këtë zonë të cilave. Faleminderit, Jonida, të përshëndes, ndërkohë do të ndjek pak edhe një pjesë të këtij realiteti, mënyrën se si e kanë përshkuar turistët e huaj Sarandën, kështu që e ndjekim së bashku, teksa përshëndetim me Jonidën. Thursday, so a week. What do you think about Saranda? How is it? Beautiful. It is so beautiful, everybody is so nice, and yeah, it's just amazing. Yeah. About the sea, it's clear, maybe it's cheap. Very, and Yeah, it's pretty cheap here. It's compared pretty to cheap. Sweden. But the water is very salty. Will you come again to visit? Or maybe to recommend? Yeah. Someday, yeah, we will. Yes. Tell me, what do you think about Saranda? How is it for you? I think it's amazing. I love the heat and I love everything here. And it's cheap and people are very nice. And about maybe hotels where we are staying or local sea bars, restaurants, are they cheap or? Yeah, I think it's pretty cheap. We got like an apartment for 500 euros for a week, which I think is pretty cheap. And the restaurants and bars are much cheaper than it is in Sweden. Have you visited some maybe another